motor Marta, motor Teresa, përshëndetje të gjithëve. Sot, jemi mbledhur për t'ju uruar mirëseardhjen motrës Françoise, e prore e përgjithshme e bijave të dashurisë së Krishterë. Kongregata e tyre është themeluar nga Shën Vincenz de Paul dhe Shenjta Luiz de Maria në vitin 1633. Ajo shërben në 97 shtete të botës dhe numëron rreth 12.000 motra që dhurohen dhe shërbejnë pa dallim. Për t'ju uruar mirëseardhjen dhe për të shprehur mirënjohjen, dashurinë për ju, motor Françoise dhe bijave tuaja, ftojmë në skenë grupin e fëmijëve të cilët në ndrejtimin e Denis Abrahimit do të vinë me një koreografi të këngës Jaku Jaku. Njerëzit më në nevojë për këtë shërbim. Mjekuan si fillim një plan, u dhan një medikament e që atëherë deri tani e gjithë popullsia e ka njohur këtë institucion bamirës e merr vazhdimisht shërbime të ndryshme mjekësore. Gjatë gjithë kohës funksionon ambulanca ku ofrohen shërbime për të sëmurët që vinë në qendër, por edhe shërbim në familje ku përparësi kanë ata me sëmundje të rënda. Ambulatori shërben edhe si qendër dëgjimi, ku përveç shërbimeve mjekësore, njerëzve u jepet mundësia të dëgjohen për të gjitha problemet e tyre, si ekonomike, sociale e shpirtërore. Krahas ndihmës materiale, motrat i kanë dhënë përparësi edhe rritjes shpirtërore të atyre të cilët janë ofruar për të njohur më mirë atë që Zoti ka bërë për shpëtimin e njerëzimit. Kjo është shprehur edhe në rritjen e numrit të pagëzuarve, të cilët janë kryesisht fëmijë e të rinj. E kjo është një shenjë shprese për kishën katolike në këtë qytet. Kisha jonë është një qelizë e gjallë në administraturën e jugut, si nga numri, ashtu edhe nga pjesëmarrja aktive në jetën e kishës. Motrat ka riparuar shumë qendra shëndetësore. Ata që kanë humbur atë, kanë bërë që të lëvizin dhe ata që nuk mundin, duke shpërndar karroca për të mundësuar lëvizjen e personave me aftësi ndryshe. Sot, çdo banor i Gramshit e gjen të hapur derën e shtëpisë së motrave për të marrë ndihmë mjekësore të çdo lloji. Gjatë këtyre 3 dekadave, shërbimi i motrave për shtresën e marginalizuar ka qenë në të gjitha drejtimet. Mjafton të shohim fshatin Snosën. Këtij fshati ato i kanë dhënë pamjen e një qyteti të vogël. Kanë riparuar gjithë infrastrukturën e tij, rrugën, sistemin elektrik, qendrën shëndetësore, ujësjellësin e fshatit, po kështu edhe në fshatrat e tjera duke restauruar e ndërtuar kopshte, shkolla, qendra shëndetësore kudo si në Oban, Bletës, Skënderbega, Stunj e të tjerë. Ka restauruar e ndërtuar dhjetra banesa në fshatra e qytet duke u ndryshuar jetën shumë njerëzve. Kjo ka ndikuar që shumë familje të mos i braktisin fshatrat e tyre. Kanë zhvilluar kurset e formimit profesional si ato të rrobaçepsis, parukeris, qendistari, kurs kuzhine, gjuhëve të huaja, kompjuter e të tjerë. Nëpërmjet të cilave u kanë ardhur në ndihmë shumë grave, vajzave e të rinjve që punësohen në profesione të ndryshme. Te motrat kanë gjetur mbështetjen edhe familje në vështirësi ekonomike. Ndihma ushqimore mujore si dhe funksionimi me vështirësitë e këtyre familjeve. Po kështu, dhe ndihmat në veshmbathje kanë qenë e mbeten të përhershme për çdo që ka nevojë. Krahas asaj që u tha më sipër, për prindrit, të rinjt e fëmijët, është bërë një punë e madhe për formimin e tyre. Janë zhvilluar e vazhdojnë të zhvillohen periodikisht kurse të ndryshme e takime me mjek, psikolog, duke dhënë një kontribut të madh për një jetë shëndetësore më cilësore, duke mëshuar fort edhe në veprimtari të shumëllojshme argëtimi e formimi. Gjatë viteve të misionit janë ndihmuar shumë fëmijë të rinj për t'u arsimuar. Dhe s'ka më bukur kur për festa të ndryshme, sidomos për Krishtlindje e Pashk, kisha dhe shtëpia e motrave mbushet me mjek, mësues, inxhinier që rikthehen në shtëpinë e tyre. Në atë shtëpi që i ndihmoi ata të bëheshin të tillë. Për 13 vjet funksionon mensa për fëmijët dhe për 2 herë në javë u jepet atyre mbështetje shkollore.
Organizohen kampe verore me fëmijët për çdo verë në qytet dhe fshatra. Kjo është një mundësi argëtimi dhe shoqërizimi për fëmijët dhe të rinj. Organizimi i veprimtarive kulturore nuk mund të kuptohej pa bashkëpunimin me institucionet shtetërore vendore si Bashkia, Pallati i Kulturës, Qendra Kulturore e Fëmijëve, duke bërë bashkë në festa si Krishtlindje, Viti i Ri, 1 Qershori e të tjerë. E si prolog për sa tha më sipër, do të shërbejnë fjalët e Lucianos për të shprehur dashurinë e mirënjohjen e thellë për Zotin. E për ju e dashur nën. Dashuria ndaj Krishtit dhe popullit bëri që Kthina e vogël në spitalin infektiv të kthehej në një shtëpi të madhe ku gjejmë derën hapur për çdo nevojë e në çdo kohë, duke thënë: ju mirëpresim gjithmonë. Nuk i kemi përmendur të gjithë emrat e shifrat. Dashuria e Zotit s'ka nevojë për to, sepse ajo ka lënë gjurmët e saj kudo. Gjithçka tha më sipër, janë realizuar falëmbështetjes suaj, nënë e dashur dhe bamirëse. Nga zemra ju themi, faleminderit. Ju jemi mirënjohës pafund e ju premtojmë lutjen tonë. E në këtë vit jubilar të shpresës, ju dëshirojmë juve dhe gjithë kongregatës suaj që të jeni shenjë shprese në ditët e sotme. Faleminderit. E dashur motër Françoise, të dashura motra dhe ju të ftuar. Sot është një ditë e veçantë për ne, sepse kemi nderin dhe bekimin të mirëpresim në mesin tonë nënën e përgjithshme të bijave të dashurisë së krishterë të botës. Prania juaj këtu, e dashur motër, është një dhuratë e çmuar për të gjithë ne, një shenjë dashurisë ynore që na bashkon në shërbim, përkushtim dhe dashuri për më të vegjëlit dhe më nevojtarë. Me përulësi dhe mirënjohje, ju falenderojmë për udhëtimin tuaj, për kushtimin dhe shembullin që na jepni çdo ditë. Misioni që ne ndajmë së bashku është një dritë shprehëse për këta fëmijë, të cilët janë zemra e kësaj qendre dhe arsyeja për të cilën ne përpiqemi çdo ditë të japim më të mirën tonë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për motrat tona të përkushtuar, të cilat me zemër të hapur dhe duar të palodhura punojnë për të ndërtuar një ambient plot dashuri dhe ngrohtësi për këta fëmijë. Ju jeni shtylla e këtij misioni të shenjtë. E nderuar në, ju urojmë qëndrim të bekuar mes nesh dhe lutemi që Zoti t'ju jap forcë dhe lirë për të vazhduar këtë rrugtim të shenjtë. Zemrat tona janë të hapura për ju dhe shtëpia jonë është shtëpia juaj. Mirë se vini dhe faleminderit. Faleminderit. Se qyteti ynë i vogël ka zemër, ka dashuri të madhe, ka shpresë për të ardhmen. Fëmijët e talentuar, njëri prej të cilëve është edhe Dineni, do të këndojë për ju këngën me titull Dua një Zot. E më pas, vazhdoi me këngën Zoti na i dërgoi dhuratë, interpretuar nga Neki Shupani dhe Lulzim Mua. Violeta Miraka dhe Edhira Murati vinë me këngën Këndoj për ty Gramsh.
Dhe të institucioneve të tjera shtetërore. Bashkëpunimi I vazhdueshëm dhe dashamirësia për të bërë më të mirën së bashku janë tregues të punës sonë të vazhdueshme. Në shenjë falënderimi për gjithçka që kongregata juaj e dashur motër Françoise ka bërë për popullin e këtij rreti, në mungesë të kryetarit të bashkisë për angazhime të rëndësishme pune, ftojmë Zotin Tajar Bici në kryetarin e bashkisë për t'ju përshëndetur dhe për të shprehur mirënjohje. E nderuar motor François Petit, të nderuar motra Lucesiane. Chère Mère Françoise Petit et mes chères sœurs, Me emër të kryetarit të bashkisë, por edhe të institucionit që unë përfaqësoj, ju shpreh falënderimet më të përzemërta për mirëseardhjen tuaj në qytetin tonë. au nom du maire et de l'institution de la mairie de Gramsh, je vous souhaite bienvenue à Gramsh, à tous et à toutes. Për më shumë se 3 dekada, motrat licenciane në Gramsh kanë qenë prezent pranë institucioneve tona dhe pranë njerëzve në nevojë. Il y a presque 30 ans ou 3 décennies que les sœurs licenciennes sont présentes à Gramsh avec leur grande mission. Më shumë se sa vlera materiale, por ju ka rëndësi shpirti juaj human. On value non surtout les
aides matérielles, mais surtout les aides spirituelles que vous donnez à la population de notre ville. Janë me dhjetra shtëpi të ndërtuar nga ju, por janë me qindra dhe me mira njerëzit që kanë gjetur mbështetjen tuaj. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé chez vous un grand appui pour les maisons construites, pour leur aide matérielle et surtout des aliments, des vêtements, mais surtout des aides spirituelles que vous donnez à notre population. Shtëpia juaj ka qenë një foleng ngrohtë për të ringjallur shpresën për njerëzit në nevojë. Votre maison, c'est un nid très chaud et très chaleureux et a donné l'espoir pour les gens en difficulté. Ndaj falënderimi ynë është nga thellësia e shpirtit, duke vlerësuar kontributin tuaj. On évalue beaucoup votre contribution et on vous est très reconnaissant de votre aide et de votre mission chez nous. Ju nuk keni qenë vetëm pranë njerëzve në nevojë, por bashkëpunimi juaj ka qenë i shkëlqyer me institucionet që veprojnë në Gramsh. Vous étiez toujours présent aux gens en difficulté et notre collaboration avec les institutions de l'État ont été toujours présents et toujours continue. Ndaj unë në emër të kryetarit të bashkisë, ju premtoj një bashkëpunim më të madh dhe më të frytshëm për të realizuar ëndrat tuaja, për të realizuar aspiratat dhe dëshirat e njerëzve në nevojë. Au nom du maire, je vous promets notre collaboration continue et très chaleureuse à l'aide de votre mission et des gens en difficulté à Gramsh. Faleminderit edhe një herë për prezencën tuaj dhe do të mbetet një ditë e shënuar për komunitetin e Gramsh. Merci de votre présence à Gramsh et ce jour-là, ce sera inoubliable pour notre communauté. Merci encore. Në emër të kryetarit bashkisë, unë jam i autorizuar për t'i dhënë certifikat të minjohje. I jepet motrës François Petit. Kjo certifikat i jepet në shenjë vlerësimi dhe falënderimi për përkushtimin, humanizmin dhe ndihmën e saj të jashtëzakonshme ndaj komunitetit tonë. Kryetari i bashkisë Besion Ayazi. Alors, si je peux traduire aussi même le contenu. Japim fjalën motrës Françoise. Voilà, bonjour déjà à vous toutes et tous. Përshëndetje të gjithë dhe ju që jeni këtu. Merci beaucoup pour Monsieur le maire et à son conseil, aux membres du conseil municipal. Ata që nuk janë. Voilà. Je vous remercie pour votre accueil. Jamais je n'aurais imaginé ça. Ju falenderoj shumë për pritjen dhe nuk e kisha pritur një gjë të tillë. Voilà. Vraiment. Ça veut dire que je suis un peu impressionnée de parler devant vous tous. Jam shumë emocionuar dhe përkëdhelur nga e gjithë kjo pritje. Faleminderit. Et vous savez, ce que je vais retenir aujourd'hui, c'est la fraternité et puis aussi la collaboration. Ajo që dua të theksoj sot është miqësia, por edhe bashkëpunimi dhe vllazëria. La fraternité parce que je sens que ici c'est un peu comme une famille. Vllazëri sepse ndjej këtu sikur jemi në një familje të vogël. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, la collaboration. Dhe mbi të gjitha edhe bashkëpunimi. Parce que les sœurs ont toujours fait, elles font, et j'espère qu'elles continueront de le faire longtemps, mais elles ne peuvent pas faire tout ça toutes seules. Sepse motrat bëjnë, por ato nuk mund të bëjnë gjithçka vetëm. Elles le font grâce à vous Ato I bëjnë faljush et grâce aussi à toutes les familles. dhe fale dhe gjitha familjeve. Voilà. Sans les familles, les sœurs ne peuvent rien faire non plus. Pa familje asgjë nuk mund të bëhet, misioni nuk mund të kryhet. Donc je remercie moi aussi les sœurs de Gramsh. Ju falenderoj juve për angazhimin tuaj. Je vais essayer de ne pas être trop fière. Je vais essayer de ne pas être trop fière. Nuk do të jem shumë krenare, Ah. nuk do të hezitoj që të jem krenare, Voilà. ndjese. Mais je suis très heureuse de ce qu'elles peuvent vivre ici. Je les remercie. Ju falenderoj të gjithë dhe ju që jetoni këtu
Je les invite de continuer. Dhe ju ftoj që ta vazhdoni misionin tuaj Et je souhaite à la ville de Gramsh de continuer de grandir ensemble. dhe ju uroj qytetit të Gramshit që të rritemi së bashku. Voilà, il y a beaucoup de défis à relever dans votre ville. Kemi shumë sfida për të përballuar. Mais Kemi përpara, Voilà, mais vous avez la capacité et le courage. C'est ce que les sœurs m'ont dit. Hein. dhe duhet keni kurajun dhe guximin për t'i përballuar ato. Voilà, donc les jeunes en particulier, qui Të rinjt kryesisht, je vous encourage à continuer pour grandir personnellement et faire grandir les autres. dhe ju inkurajoj që ju ta vazhdoni dhe ta rrisni qytetin tuaj. Voilà, c'est possible avec la grâce de Dieu Edhe fal kjo edhe fal Zotit. et ensemble. Dhe së bashku. Merci à vous tous. Faleminderit për ju. E dashur motor Françoise, edhe një herë, duke ju falenderuar për atë që jeni dhe që keni bërë për popullin e rretit ton, ju përshëndesim me vallën popullore tradicionale të Gramshit, Vallja e Fyeve. Lutuni për ne, që Zoti ta bekojë qytetin dhe popullin ton, e ne të lutemi për ju. Faleminderit me shpirt